4 janë departamentet kryesore të secilës zyrë të Unitas kudo që ndodhet. Është zyra e Dubait, do ketë departamentin kryesor, departamentin e shitjes. Departamenti i shitjes është një departament që merret kryesisht me pjesën e abonimeve, por është një ekip që trajnohet për secilin për ndonjë produkt apo për ndonjë shërbim që ne mendojmë që është i përshtatshëm. Po marrim rastin është një kompani mermeri që do të ketë përfaqësinë, atëherë ne automatikisht vëmë në dispozicion një nga shitësit tanë profesionist dhe trajnohet për këtë produkt apo për një shërbim tjetër dhe del dhe shet për llogari të antarit. Departamenti i dytë është departamenti i marketingut. Është një departament që mbulon marketingun e zyrës për cilën po flasim zyrën e Emirateve, por automatikisht ndihmon dhe antarët e tjerë që të kenë një vizibilitet dhe të marketohen në këtë vend. Departamenti tjetër është departamenti i projekteve, ku është një ekip i specializuar që merret me shkrimin e projekteve, kryesisht për të përfituar nga fondet të caktuara, ka fondet e Abu Dhabit, ka fondet të UAE-s në përgjithësi dhe fondet e Dubait që janë për teknologji, inovacion dhe për kompani që duan të zhvillohen, që janë kompani specifike mbi bazën e kërkesave. Dhe departamenti tjetër është departamenti i programuesve apo i teknologjisë të quajmë, se cili shtet do ketë departamentin e vet që mbulon pjesën e zhvillimit qoftë të Unitas në tërësi, qoftë edhe të kërkesave që mund të kenë antarët në lidhje me produkte të caktuara teknologjisë, mund të jenë programe, mund të jenë sisteme, mund të jenë aplikacione. Nëpërmjet këtyre departamenteve ne bëjmë që fizikisht Unita është aktive. Përveç pjesës që platforma bën vetë në mënyrë automatike, ne ndihmojmë dhe në mënyrë manuale, pasi ne nuk e lëm kurrë aspektin njerëzor që të na hiq nga duart.